Vajza bëhet me babain dhe e dhunon nënën. Një rast dhune në familje ka çuar në arrestimin e një 52 vjeçari dhe në procedim penal për vajzën e tij, pas një sulmi ndaj ish bashkëshortes së tij e cila është e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan arrestuan në flagrancë shtetasin DZ 52 vjeç, si dhe referuan materialet në prokurori për nisjen e procedimit në gjendje të lirë për vajzën e tij, RZ 23 vjeçe. Dyshohet se babi Bi kanë ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së 23 vjeçares, ish bashkëshortja e DZ, ndonse kjo e fundit është e mbrojtur me urdhër gjykate. Materialet procedurale janë referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.